Neve duhet me qitë dorën në zemër si do t'ishim din neve. Është një sprovë bukur e madhe, por ish presidenti është i fort, ka qenë i fort dhe shpresoj do t'jetë shumë i fort. Lusim Zotin sa më shpar t'i kem mesin tonë. Pritni që shumë shpejt vinë, pritni që të përfundoj kësaj. Zotin e kam mësu mos me hum shpresat kur, shpresojmë që shumë shpejt me kam këtu. Unë jam i fshatit Brys, kushëri i Haxhi Sinalit, i babës Hashim Thaqit. Patin Haxhi e kujtej gjithmonë. Burri mirë, këshilltar i këshillokut, na ka frue, na ka bashkue, njeri i urtë, njeri i mirë, njeri i punëtor. E vlati kanë dalë të mirë, edhe u konë i kënaqën, veç për çlirimin e Kosovës gjithmonë ka pas dashurinë, edhe e shlirum, edhe e bom, me hnimin e djalit tina, e me hnimin e shoqënisë tina krejt, e unë e di Haxhin për burr të mirë, edhe për kosovar i mirë, edhe ardhëtar, edhe për të gjitha të mirët e Zotit. Qysh është po u varësinin dhe pa djalin e tij këtu? Haxhia gjithmonë peqi ka shku djali anjene gjithmonë met të djalit të vladi ma. Edhe me dashurinë e tina u shkue. Ka pas mërzit madhe besa për ta. Edhe u konë i durushëm, ka prit të lifargjenç, të tonë u ka tonë gajre, të konë gajre gji, po smrami, tash për du me thonë për i këbal, pak para vdekje, i ke, po në fund tjetës, i kënaqën, jo, ke pritje që u bon, me të në të mirët ju kanë bon, po mongu, Hashim Thaqi, djali i tina. A pre që ka më liru shpejt, ish presidenti edhe me tjerë? Po na presëm që ish liruat. Po është e bon dënimin të fashëm, të artësishëm, pa kufar dokumenti s'kabre që ka bo diqka që me thonë për i del dikush për i thët me ka vrot djallin, ama ka bo qëton, a qëton i zëllom jo. Po mirë, po kur të kapin të furtit në dërë, s'pas kom qa me bo. A e kujton ai fjallë të Haxhis që t'ka me të men, kur e ka thonë mes burra, noda? Wallahi, mes burrave dhe mes nodës, se Haxhia na ka të bu shpesh herë janë të bimin, gëzimin, për dimën që shka që me i darke, e lujshëm kapuqës dhe lujshëm të nëjtë, u konë i qellën, u konë pritë mirë, në ka thonë gajret, në ka frue këshillokun në me veti, edhe... Aja kujton ai fjallë, kështu atë ka me në fjallë e ti? Vallahi, fjallët e tina, që më kanë vetën edhe kom punu me ta, vetëm që fjallët e tina kanë thonë që vllazni loku, shqipta honja, me konë bashkohme.
vërteta është që familja ka humbë ose në gjë, po e ka fitu kombin shqiptar. Po shihet që i madhe i vogël gjithandaj trojave shqiptare janë bashku me këtë familje, pikërisht edhe për një arsye shumë më të fortë, padrejtësitë që po i bën presidentit. Tash e 5 vjet, por unë besoj shumë edhe në luftën tonë, pastërtimin e luftës, dhe besoj në fitoren e radhës që do ta kenë Hashimi bashkë me bashkëluftarë tjerë. E kemi bo luftën vend tonin, e kemi arrit qëllimin me fitur lirinë bashkë me aleat tjerë. Besoj që nëse jemi kështu unik, qysh na ka bashku, përsa që tash i ndjerë, edhe kjo fitore e radhës do t'jetë, unë mendoj për kombin tonë, jo vetëm për Hashimin. Pritni që do të lirohen shumë shpejt? Unë shpresoj shumë edhe besoj shumë që do të ketë drejtësi, por me gjitha ato siç duket, kjo drejtësi dhe me thonë është e limituar. Nuk po jep shajat mira që ka edhe drejtësi, sepse vetë fakti që nuk e lejon me marrë pjesë në një vorrem duket që i ka shajat dhe një padrejtësie që po ndodh tash sa vite, por gjithmonë duhet jemi optimist, duhet besojmë sepse dim ka kemi kalu edhe dim qa kemi hek me ardhë dhejtë e liria, qa kemi hek me ardhë dhejtë e shteti dhe natyrisht qa kemi hek edhe këto vite, jo vetëm me rastin e presidentit, po me rastin Liman Billem, me shumë bashkëluftarë, Samia, Syla, Daudi, Remi, plot grupe tjera, Selimi, Prizrenit, edhe prapë, dhe me thonë, po vazhdon një gjykim i radhës, dhe me thonë, në gjykata atje me padrejtësi, pa numër da që po i bojnë luftës tonë, dhe me thonë, pa hi edhe të tribunali i Jugoslavi që Ramushi me shok, tash nuk e di çka duhet me bo ma shumë me dëshmu që ne jemi konë vend tonë, kem luftu për lirinë e vendit tonë. Unë jam prej Shalës Bajgors, territori i Drenis me Shalën është bukur një distancë e lartë. Unë e thëmë të drejtë nuk e kom njoftë, po kom dëgjuar fjalë të mira, kom dëgjuar fjalë miradije për atë borë. Pas ka qenë një borë i ndershëm, një borë i moralshëm, i ndërgjegjshëm, dhe pas ka poseduar të gjitha tiparet e një borë. Ne kemi fjalë të mira, kemi fjalë të bardha për atë borë, që o shkuë në atë botë, dhe kuptohet që o shkuë me nerë, edhe o shkuë si borë ka jetua dhe si borë o shkuë në atë botë. Si e shef u vorës pa prezencën e djalit e tij, cili po gjendet në aut, nuk e lejuan të merë? Kish me qenë mirë që i biri ti, gjithësisht Hashimi, tjetë prezent, sepse njeriu pas vdekjes është ai momenti i fundit i ndarjes, qoftë prej babe, prej vlla, prej nane, prej motre. Dhe me djekoft edhe dihet se kish me qenë mirë që Hashimi të jep lam të mirën e fundit dhe tjetë prezent në tokën e vetë, në atë dheun e vetë, në Shqipërinë e vetë. E pre që ka mu liru? Unë mendoj që kanë me liru, ka me ardhë këto ditë dhe ka me ardhë drejt në trollën e vetë, në borën e vetë, në tokën e vetë, dhe do të shkoj të varë i babës, dhe ti falenderohet ati babaj, edhe njerë që shku në atë botë. Emnin bjemne edhe pozita, a ke qenë pjesë e UÇK-s? Unë kam qenë pjesë e UÇK-s, Jeni emnin bjemne? Ali Januzi prej Shalës Bajgors. Faleminderit shumë zoti Januzi. Sot ishim të shprehim ngushëllime familjes dhe gjithë atyre që bashkë ndjejnë me shkuarjen e anshim të Haxhis, që padrejtësisht nuk ju lejua as pjesëmarrja në varrim. Ish luftarit lirisë, krijuesit lirisë, presidentit Republikës Kosovës, i cili shpalli pavarësinë, mos jetë prezent, kjo është fatkeqësi për neve, por që kemi besim se drejtësia përsëri do të triumfojë, ai do të jetë mesin e familjes dhe kjo është ndjenje për bashkët e jona, prandaj me solidarizimin që është bë edhe me pjesëmarrjen varrim, edhe në të pame tani tregohet se krejt shqiptarët janë të bashkuar në këtë ngjarje. Mendoj që ngjarjen përveç të imjes ndaj familjarit, ndaj prindit, ndaj bashkëshortit, më të rëndë e bën pikërisht edhe fakti që djali i tij apo ish presidenti i Republikës Kosovës do të thoshë që qendet në prapa Grilla dhe në Hag, një institucion që unë kam thënë personalisht po flas gjithmonë që është i padrejtë, është i anshëm dhe një institucion që vetëm drejtësinë nuk
këshyrë me zgjidh, sepse në të kundërtën zoti Thaçi do duhet ishte këtu bashkë me ne dhe jo në Haga atje. Megjithatë unë e thash edhe tek familja jam i vetëdijshëm që familja Thaçi dinë dhe i mirë me kthyer në krenari, sepse Baca Haxhi me përkushtimin e tij, me sakrificën e tij, ka arrit me frymëzua dhe dashurinë ndjenjën ndaj kombit tek familja e tij, dhe jo vetëm tek zoti Thaçi, por gjithë familja e tij, por megjithatë përmes zotit Thaçi, pastaj kjo është kurorzuar dhe me themelet e shtetit ton më të ri. Kështu që lavdi jetës, veprës familjes Thaçi, lavdi jetës, veprës Bacës Haxhi, si kështu po i themi. Uroj sa më shpejt që kjo padrejtësi të përfundojë dhe jo vetëm zoti Thaçi, po të gjithë ata që janë në Hag të kthehen në mesin tonë, të familjes tij, të popullit tonë, sepse na duan. Që unë nuk mund të flas shumë për këtë çështje, megjithatë unë mendoj dhe jam shumë mirë që është politike. A pritni që mund të kthehen shumë shpejt? Unë uroj dhe besoj që do të kthehen shumë shpejt, sepse nuk ka marrë arsye të mbahen atje, nuk ka pas asnjëherë arsye të mbahen atje. Dhe unë jam shumë i bindur që ka qenë një lloj gjykate politike dhe politike do të mbylli. E tillë do të mbyllet. Dhe unë shpresoj dhe uroj shumë që nuk do të vijë viti 2026 derisa e gjithë krerët e ushtrisë ndërsa Kosovës të jenë në Kosovë bashkë me ne. Kënë dashur këmperën për podijeve, kanë shprej dëshirë me orë dhe dëlla i prita, edhe e kretëm atë ceremoninë dëllë që është dojtë. Ish presidenti sa që gjykata s'pa lejon seshe. S'ka me ba ata e dinë vetë.